Se solidariteti dhe ndihma ndaj tjetrit janë zemra e një shoqërie dhe frymarrja e saj. Kur njerëzit kujdesen për njëri tjetrin, kur ndihmojnë të dobtit, kur flasin mirë dhe kur mbrojnë drejtësinë, atëherë ndërtohet një botë edhe më e bukur. Kurani dhe mësimet e Ehlibetit dhe të profetit Muhammed na tregojnë se besimi i vërtet shfaqet në marrëdhëniet me njerëzit. Prandaj, secili prej nesh duhet të bëhet burim drite në shoqëri, dorë që ndihmon, zemër që mëshiron dhe gjuhë që pajton. Vetëm kështu, jeta merr kuptim dhe shoqëria fiton lumturinë e vërtet. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, njeriu më i dashur tek Allahu është ai që u sjell më shumë dobi njerëzve. Ky hadith është një thirrje e qartë që secili të pyes veten se çfarë dobi e sjell për të tjerët, a është dia jonë në shërbim të njerëzve, a është pasuria jonë në shërbim të nevojtarëve, a janë fjalët tona burim paqe për të tjerët, a janë veprat tona dobi për familjen dhe komunitetin, sepse vlera e njeriut matet me gjurmën e mirë që ai le pas.